Të falenderojmë o atë në emër të Jashua Savat. Të falenderojmë për pranin tënde, të falenderojmë për mirësin tënde, po vim për para portave tënde, pra ndoboreve tënde, me falenderim dhe adhurim dhe me lavde, sepse ti ke qenë i mirë. Ti ke vepruar në zemrat tona o atë. Ti ke shfaqur mirësin tënde në birit tënd, që ne mund të shpengoheshim, ne mund të shfaqsoheshim nga çdo paudhësi që kishim kryer ndaj teje. Të falenderoj o atë im për këtë mësim, për hirin, për çdo dëshmi në zemrat e vëllezërve të motrave që ti do sjellësh dhe po bën për të na ndriçuar akoma në rrugën tonë, për të ecur siç eci biri tënd, që ti e shfaqe lavdin tënde. Lutem o atim për vllain e motrën që do ta dëgjojë, të ketë të kuptim frymëror, të ketë një urtësi frymërore. Ajo kuptueshmëria që na duhet çdo ditë për të ecur dhe për të imituar ty, siç thënë Efesianët 5:1, si bijtë të dashur të beslidhjes, që ti ke shprehur në fytyrën e Mesias, që ne mund të besonim dhe të shpëtoheshim për lavditë e emrit tënd të atë, në emër të Jashuas. Amen, amen. Shalom vëlla motër. Adonai të bekoftë, Zoti krijuesi i qiellit tokës të bekoftë. Mirë se erdhe në takimin tonë, lavdi emrit të Tij. Ju falenderoj nga zemra për të gjithë ju që më keni ndjekur dhe më ndiqni, sepse unë ndjej në zemrën time që kam dëshmi frymërore që shumë prej jush i dëgjoni, shikoni. Vllai ju inkurajon, shikoj deri në fund, sepse ashtu do marrësh kuptueshmërinë frymërore, atë urtësinë që na duhet në këtë kohë, masandaj dhe zemra jone hapet nëpërmjet fjalës që vjen në zemrat tona, që neve masandaj e marrim, e mbjellim, që është në gjendje të na shpëtojë shpirtrat tanë, dhe do ta prekim dhe kemi vllai masandaj që do flasi një nga pleqët e kishës Jakobin, lavdiatit. Ju falenderoj për gjithë ju që po e shikoni, dhe vllai ju inkurajon si nga era, lavdi emrit të Tij. Abono, nënshkruaj vëlla motër, nëse nuk e ke bërë akoma. Mund të hapësh me emailin tënd, mund të hapësh një llogari shumë thjeshtë në YouTube, dhe masandaj do kesh mundësi të bashkohesh, sepse shumë herë ju më kemi parë dhe live në Facebook, por atje Facebooku i heq mbas një muaj, kurse këtu jemi akoma në këtë rast për lavditatit, që mund të jesh më i agjonuar në seksionin e videove. Këtu ke çdo masandaj mësim, apo ndoshta në gjuhë të tjera, nëse je i mirë pajisur me anglisht, apo tani do filloj dhe shumë gjëra në italisht, për të ndihmuar asamblenë e përgjithshme për të ardhur në karakterin e atit të birit të Tij, për të ecur, për të dishëplizuar, për të mirë pajisur lavdiemit të Tij në mbretërinë që po vjen. Dhe siç kam thënë vëlla motër, është shumë e rëndësishme, shko në playlista këtu dhe ke mësime të fokusuara për një çështje të caktuar. Ti inkurajoj ti shikoj për lavditë të Tij. Haleluja. Atëre, pa humbur kohë vëlla motër, do marrim shkrimin. Shkrimi na mbush, shkrimi na jep jetë, shkrimi na rifreskon zemrat tona, dhe siç ti e shikon në ekranin tënd, kemi apostullin Jakob, që flet disa gjëra shumë esenciale për rrugën tonë, dhe do t'i shikojmë më tej në detaje lavdiemit të Tij. Dhe me njerë pa humbur kohë, në vargu i parë jep në këtë rast, jep veç kemi thot Jakobi shërbëtor i Elohim, i Zotit, në këtë rast Atit, dhe i Zotit tonë, thotë Zoti Jashua Mesias, dhe thot të 12 fiseve të shpëndar në përbotë. Përshëndetje vëllezër e motra, thot. 12 fiset e Izraelit që ishin shpëndarë. Dhe Ati ka shpëndar për shkak të mos zbatimit të urdhrimeve të Tij, dhe i shpëndau. Dhe sot e kësaj dite janë të shpëndarë, vëlla motër. Janë të shpëndarë vëllezër e motra që janë në besim në Zotin Jashua Mesian. Është emri i Tij vërtet për ju vëllezër e motra që po flasim për bën emrin e Atit, Jahwe, në masandaj shua do të thotë shpëtim. Lavdiatit. Është një gëzim. Është një gëzim ta thuash emrin e Tij të vërtetë. Unë e kuptoj vëlla motë që kemi thënë emrin tjetër sepse ashtu e kemi marrë, por greku e përdori në atë mënyrë dhe vendosi emrin që ata menduan të ishte, por Mesia Jashua ishte hebre, kishte një nënë hebre, dhe lavdiatit ka kuptim të thellë emri i Tij. Sa herë që ti e thua Jashua, do thot Ati Jahwe që më shpëtoi.
Dhe e beri, apo jo, e beri. Lavdi emrit të tia. Tani, ky ishte salutimin që në vargu i parë, shikojmë që në vargu i parë ishte salutimi që apostulli Jakob ben në këtë rast të 12 fisëve të shpërndarë në përbotë thot, që ju një ditë do ta lexoni thot lavdiatit. Dhe a jemi neve tani vëllezërit e motrat e tia? Po vëlla motër jemi, sepse jemi shartuar në këto 12 fiset të Izraelit, që Mesia vet erdhi për delet e humbura thot të Izraelit. Dhe ishte beslidhja e re që flet shkrimin e Jeremia 31, që ati thotë do bente një beslidhje të re, lavdiatit, me popullin e tia, dhe do ta bente në lavdiatin e birit tia. Do bëj një beslidhje të re, thotë, jo si kanë bërë me etrit e tyre, thotë, po këtë beslidhje të re që do bëj, lavdiati thotë, masandaj do ta bëj me shtëpinë e Izraelit, thotë, me shtëpinë e Judës, ishin 12 fiset lavdiatit që ati kishte vendosur dhe kishte ndarë në shtëpia e Izraelit dhe shtëpia thot e Judës, nga Juda, nga jo, ai fisi Judës, Mesia erdhi apo jo? Ja, po ta shikojmë atë shkrim me njëherë pa humbur kohë, më lejo ta eth dhe masandaj do vazhdojmë, por të dim themelet vëlla motër tona në jetën tonë, të besimit tonë dhe përcakton identitetin e vërtetë. Dhe unë lutem atit vëlla motër që secili prej nesh ta marrim në zemrën tonë shkrimin prioritet mbi çdo gjë tjetër, mbi çdo aspekt apo person në jetën tënde, vendos shkrimin e atit. Vendos shkrimin e atit vëlla motër si prioritet dhe kështu do gëzosh atin, do gëzosh zemrën e tia. Lavdimrit të tia është një nga gjërat që ati na këshillon, na inkurajon çdo ditë. Lavdimrit të tia. Ja po e marr shkrimin nga internet. Mendoj se kishte gati, por ja një moment të shkurtër që neve shumë herë mund ta kishë dëgjuar, por Mesia erdhi lavdiatit për të restauruar 12 fiset e Izraelit në mirësinë e atit, restaurimi, marrëdhënia që secili prej nesh ka nevojë dhe ne na u restaurua ajo marrëdhënie së bashku me ata. Fillimisht ishte për ta, masandaj e beri dhe për ne. Prandaj dha urdhër dhe dha një urdhërim specifik apostujve, shkoni në këtë rast në veprat 1. Predikoni lajmin e mirë të mbretërisë, që unë erdha ta predikoja të lajm të mirë fillimisht, ju trajnova juve dhe në këtë rast të shkoni dhe predikoni lajmin e mirë në Jeruzalem, në këtë rast në Samari thot, në Jeruzalem, në Jude dhe në Samari dhe në të gjitha skajet e dheut. Dhe skajet e dheut ishim neve, kombet, gentile mund ta kesh dëgjuar, jo hebrejtë si term, si fjalë. Dhe ja po e marrim vargun 31, lavdimit të tia. E ti do ta shikosh vetë vëlla motër në ekran, kjo beslidhje e re. Kjo beslidhje dhe këto 12 fiset që Jakovi flet që në vargun e parë. Që vargun e parë që i bën përshëndetje, që është nënvizuar. Okej, ja ta shikojmë së bashku. Jemi në profeti Jeremia, në këtë rast, okej. Shumë nga Jeremiahu. Është emri i tij vërtet vëlla motër, Jeremia i themi neve, sepse ajo ija në fund është ja, jo ja, e shikon? Kjo pjesa këtu është ja, realisht që është emri i atit motra dhe vëllezër. Prandaj, okej, jemi në kapitull 31. Prandaj disa gjëra janë shumë të rëndësishme sepse japin dëshminë dhe japin të vërtetën, janë disa gjëra që lutem atit, ti marrim në zemër, avash për lavdi të tia. Atëre, këtu kemi fjalën Zoti, është realisht emri i atit i vërtetë, Yahweh, Yod-He-Vav-He, shumë vëllezër motra kanë një shqiptim, më falën, bëra diçka gjë nuk do bëj. Shumë vëllezër motra kanë një shqiptim tjetër, thonë, masandaj dëgjon ndonjëherë, thonë Yahua apo Jovaj, domethënë, nuk besoj në radhë të parë nuk është Jovaj, sepse kur themi haleluja, është ja në fund apo jo? Ja ku kemi, që është forma e shkurtër e atit, ja, ati ja, lavdimit të tia. Prandaj themi haleluja, do thotë lavdëroni ja, lavdëroni Yahweh,
lavdimrit të tia. Dhe nuk është lavdëroni nuk është haleluja, nuk është haleluje. Nëse janë disa gjëra që japin dëshmi të thjeshtë në çdo aspekt tjetër. Fjala Zoti është një titull motër, nuk e vëm dyshim. Zoti Jahwe, lavdimrit të tia. Elohim është prapë, mund ta themi këtu Zoti, okay, apo e vëm Zoti, që është realisht. Në këtë rast Zoti tonë, është Ati tonë. Okej, ja ku shikon ekran, që ja do vin ditë, thotë Jahwe, në të cila do të vendos një beslidhje të re me shtëpinë e Izraelit dhe me shtëpinë e Judës. Ja ku e kemi, 12 fiset e Izraelit që janë shtëpia e Judës, që ishin shpërndarë në përbotën me shtëpinë e Izraelit, me të njëjtën kohë. Kjo është profetizimin e profeti Jeremia që kishte bërë më përpara, që Mesia do vinte të restauronte këto 12 fiset në marrëdhënie me Atin, dhe cili do që do besonte tek ai, do të shpëtohet, që është një proces në të ardhmen. Vulosja me frymën e shenjtë nuk përcakton rrugën tonë në këtë rast dhe mbaron atje. Nuk e kemi marrë akoma shpërblimin e jetës së përjetshme, që është masandaj çfarë? Është ringjallja, është shpërblimi i kësaj beslidhje së re, vëlla motër. Beslidhja e re. Ringjallja, trupi ynor që themi në atë ditë për të hyrë në atë mbretërinë që po vjen në Jeruzalemin e ri, qytetin e ri që do zbresi nga qielli i tretë, do vendoset mbi të gjithë dheun lavdjatit me mbretin e lavdisë, mbret mi mbret, Zotin tonë, Mesian Jashuan. Ai do qeverisi kombet, thot me shufrën e ekurit, në radhë parë flet për gjykimin që do bëjë, dhe do vendosi mbretërinë e Atit, dhe është ai që do jetë, si thua, administratori, është ai mbret, është një mbret i mirë, vëlla motër, por është edhe një mbret që masandaj gjende do qortojë kombet jashtë qytetit të ri. Unë e di, vëlla motër, që neve shumë herë na është thënë, siç kam thënë ato, ose ndoshta ju keni parë videot e mia live në Facebook, apo videot e shkurtra spontane që unë bëj ndoshta kur kam dalë, kur kam shkoj në vendin tim që lutem, kërkoj Atit, apo kam dalë në makinë. Lajmi i mirë i mbretërisë, vëlla motër, ka detaje për jetën tonë. Nuk është abstrakt, nuk është do shkosh në qiell dhe kaq. Pritë shkëputjen misterioze. Jo, vëlla motër, nuk ka shkëputje misterioze përpara 7 vjeçarit të Danielit apo 3.5 vjetëve të shtrëngimit të madh. Shkrimi na dëshmon ne, Mateu 24, kisha e vërtetë që ne tani jemi shartuar në 12 fiset e Izraelit dhe neve jemi të shpërndarë në të gjithën botën, do shkëputemi mbas shtrëngimit të madh, thon veprat. Mateu 24, Luka 21 apo masandaj Thesalonikas, plasin, do t'i shikojmë në detaje në mësimin që po vjen, por Mateu 24 thot, fill mbas atyre ditëve të shtrëngimit të madh do vi biri lavdisë, do shfaqet në rejt, të thot me fuqinë dhe lavdin që ka dhënë Ati. Atëre ne shkëputemi, shkojmë masandaj na marrin engjëjt dhe shkojmë me trupin ynor tashmë të dhënë në atë moment, shkojmë në qytetin e ri, Jeruzalemi i ri prej Ari, zbulesa 21, zbulesa 22, flet për detajet aty qytetit fizikisht, nuk është një algoritëm apo nuk është një shëmbëtyrë për disa nga besimet. Një vjeçari është i vërtetë, nuk është një perceptim i një epoke dhe kaq. Është e vërtetë, ka detaje që profetët flasin, Mesia flet, apostulli Gjoni flet, Johanan. Dhe kur një besimtar që Ati ka vendosur dhe 12 fiset e Izraelit që jemi një, Efesianët 2, Romakëve 10 apo 11 kapitujt, ne marrim trupin ynor mbas shtrëngimit të madh, shkojmë me trupin ynor tashmë brenda në qytetin e ri që është në qiellin e tretë, ndërkohë në atë kohë Mesia është akoma këtu në tokë që po vendos përgatit masandaj terrenin dhe ka gjykuar tashmë botën, është lufta Armagedon, të gjitha ato gjëra që do ndodhin para 1000 vjeçarit, që është ato 3.5 vjetët masandaj që kemi përpara, masandaj Mesia vjen mbasi mbarojnë 3.5 vjetët, gjykon lavdimit të tia, gjykon botën, vendos mbretërinë dhe neve zbresim me qytetin. Brenda kemi banesat e përjetshme. Po banesat e përjetshme, vllai ka thënë, vlla motër, kemi në Psalmin 37 kemi beslidhje të re?
Nuk ka ardhur Mesia akoma. Shko shikoje në Psalmi 37 dhe vllai ka folur disa po japim detajet vlla motër të jetës tonë. Po japim disa detaje që unë lutem Atin neve të kuptojmë mbretërinë që po vjen. Okej. Ja, po e bëj pak më të thjeshtë vlla motër. Ja, po. Largohu nga e keqja dhe bëj të mirën. Me pak fjalë, largohu nga mëkati, vlla motër, nga shkelja e urdhrimeve të Atit. Dhe masandaj tha çfarë do kesh një banesë të përjetshme. Jemi në Psalmi 37. Mbreti David thot, ec në urdhrimet e Atit. Tim, thot mbreti David, që do kesh një jetë të përjetshme, një banesë të përjetshme në atë ditë. Gjë që na e tha Mesia në Mateu 19, Luka 10. E tha vetë me gojën e tia. Shko shikoj vargjet. Erdhi mësuesi i ligjit. Çfarë do të bëj të kem jetën e përjetshme, tha. Nuk i tha për një urdhërim të vogël vlla motër. Nuk i tha për disa detaje që si mund ta praktikoja këtë gjë apo atë gjë. Që Ati mund të kishte thënë. Jo, tha, gjën më të rëndësishme, jetën e përjetshme. Ndalo për një moment, çfarë duhet të bëj që të kem jetën e përjetshme, Mateu 19. Çfarë është shkruar në ligjin? Vepro sipas ligjit dhe do të rrosh, do të kesh një banesë të përjetshme. Pra për rastin e Luka 10, i vjen ai riu. Çfarë do të bëj? Duaj Atin, në këtë rast dhe zbato urdhrimet e tia, që është dashuria vërtet ndaj Atit. Nuk është vetëm duaj, edhe masandaj nuk do të bëjmë asnjë gjë, nuk do të bëjmë urdhrimet e Atit. Çfarë tha Gjoni? E para Gjonit 5:3, çfarë thotë ligji për të 6, 4, 7 kapitujt? E kemi për tej. Masandaj thot, duke zbatuar urdhrimet e Atit do të rrosh, tha Mesia. Të njëjtën gjë, sepse asnjë që vjen mbas çfarë është thënë nga Ati të përjetshme, që është ligji i tij i përjetshëm, asnjëri që del masaj profet, apostull, kushdo që të jetë, kur fillon të flasë diçka kundra ligjit të Atit që është karakteri i tij, ai person nuk konsiderohet të jetë një mësues, të jetë një profet, apostull apo dikush tjetër pastor, apo si mund ta quajmë neve. Sepse thot Ati po i mëson në këtë rast një person të eci në rrugë jo të drejtë. Ati thot urdhrimet e mia të përsosura janë të drejta, i kanë vendosur për jetë, Psalmi 119, 89. Shko shikoje vlla motër. Satani mëkatoi dhe u gjen mëkat tek ai. E para Gjoni 3. Që në fillim, para se të krijosh Adami, sepse ligji i përjetshëm ishte që në qiell Ati kishte vendosur strukturën e tij të përsosur, kishte vendosur sabatin, që në fillim lavdi Atit para se të krijohej njeriu, lavdimet e tij masandaj i dha rrugët e tij Adamit së bashku me Evën. Për 7 vjet Adami mësoi urdhrimet e Atit para se të binte në mëkat. Lutemi Atit ta kuptojmë. Të drejtët do të trashëgojnë në tokën për gjithnjë, dhe do jenë mbi te, thot. Do banojnë mbi te, të drejtët. Të drejtët, ecin urdhrimet e Atit. Ka të bëjë me ecjen, praktikën, zbatimin. Nuk ka të bëjë ecja drejtësisht me Atin, me besimin. Me besimin neve hymë në beslidhje. Me besimin neve mbajmë në këtë rast dhe mbajmë atë besim dhe marrim premtimet, lavdimit të tia që reflekton me anë të së bashku me ecjen. Po çfarë sot kisha nuk ka kuptuar, ka ndarë ecjen dhe besimin. Ndërkohë janë një paketë plotë, sepse vetë Jakovin mund ta shikosh ti në kapitullin Matej, thotë që më trego thot besimin, thot apo jo. Trego besimin tënd me veprat që ti po praktikon dhe unë do të tregoj besimin tim, tha. Sepse besimi pa veprat e atij ligji të përsosur është i vdekur. Po vlla, nuk po flet për veprat e ligjit atje. Po në Jakovin 1:25. Po flet për ligjin e përsosur, duke qenë bërës i veprës atij ligjit të përsosur që na jep liri, apo jo. Ndërkohë ajo fjala atje në vargu 20 edhe për tej, që në vargu 21 që ta mbjellim ishte ligji përsosur, ishin urdhrimet e Atit që ti dhe unë i mbjellim në zemrën tonë,
ecim sepse kemi mbjellë urdhërimet, si mbjellim duke dëgjuar tani siç po dëgjon, në këtë rast mund t'i lexosh vetë lavdjati që është gjëja primare që neve bëjmë në rrugën tonë të besimit, marrim përgjegjësinë tonë dhe lexojmë vëlla motër çdo ditë. Ndërkohë Mesia na tha që nëpërmjet atij ligji të përsosur duhet të rrojmë, Mateu 4:4, citovi ligjin e për 38:3. Në 3 ato tundime dhe na tregon armaturën tonë si mund të rezistojmë të ligu sepse ai na la një shembull apo jo. Ndërkohë neve sot kemi shembuj të tjerë. Mjafton ta citojmë, mjafton ti shikojmë disa gjëra të tjera, dëgjojmë prej viteve 300-400 këshilla të ndryshëm që lindën besimet katolike, ortodokse, masandaj, me të gjithë degat e tjera që i shikojmë sot, ti je pjesë duke qenë në mbledhjen e veçuar të ditës së parë të javës e diela, dita e diellit. Ndërkohë ati ka vendosur sabatin, një shenjë beslidhje së përjetshme me popullin e tij, së bashku me festat e tjera. Që shumë prej besimeve në këtë rast flasë disa vëllezër e motra, nuk është vetëm sabati, nuk është vetëm ngrënia pastër. Janë edhe festat e tjera që nuk janë të vështira, nuk janë të rënda, janë mbledhje të veçuar, janë miqëson me atin, takohesh në ditën e caktuar të tia që është një fjalë për të thënë festat. Kemi në Zanafilla 1:14. Festat është fjala moed atje, nuk janë sezonet. Shikoje ka të bëjë me festat e atit. Por shumë përkthime dhe njerëz që kanë futur masandaj shumë gjëra që nuk janë biblike, kanë lënë në këtë rast besimtarin në atë dyshimet apo në gjëra që nuk janë të plota, kemi gjëra të pjeshme, kemi gjëra filozofike që kanë hyrë. Mjafton të shikosh kurrikulum e shumë atyre që sot quhen me tituj. Shikoj kurrikulum çfarë kanë studiuar, gjëja e parë që shikon, fakultete të ndryshme të filozofive. Ndërkohë ato filozofi ti mësojnë në shkolla teologjike dhe të mësojnë strukturën si të predikosh, çfarë do të thuash. Merr një varg dhe masandaj, fillimisht duhet të thuash këtë, bëj këtë, në këtë rast më kalon 20 minuta, akoma nuk është prekur shkrimi i vërtetë, ndërkohë që duhet të mësojmë urdhrimet e atit. Në këtë rast do flasësh për diçka, futi shumë shaka, bëj që të qeshin, pastaj fol çik për politikën, fol për një çfarë bëri ai tjetri, ku vajti, po ja dëgjova këtë në lajme apo jo, pastaj riktheu prap dhe vazhdo për 20 minuta gjysmore prap, futi masandaj diçka tjetër që është nga thënie popullore apo gjëra të tilla dhe masandaj bën një lutje në fund dhe mirupafshim. Mos harro që të marrësh të kërkosh që dhe të japin masandaj. Sepse ndërkohë edhe na ishte nga ligji i përsosur. Ç'lidhje ka një asambleje e tillë që nuk do t'ia di për ligjin e përsosur, pse abuzon me 1/10 që jep peshe priftit. Sepse ai prift nuk kishte tokë dhe do të jepte populli për të ngrënë dhe do çonte 1/10 brenda në tempull. Dhe në të njëjtën kohë prifti do të jepte 1/10 e tij atit. Dhe masandaj qoheshin masandaj 10 e tjera që ishtin për të vejat, për ata që janë në nevojë, të varfrit. Dhe 1/10 tjetër thot ati lere për festat e mia, është për ty thot, lere me njane, krijo disiplinën tënde dhe nga ana ekonomike, menaxhimit të lekut, që kur të vinë festat e mia, ti do kesh masandaj për të blerë në dyqan dhe të gëzosh për para meje në festat e mia, në nënt festat e mia që biri tim do vijë, do shfaqet, dhe është shfaqur thot në ato festa, ndërkohë sepse prania ime është shfaqur në ato festat. Kur dha ligji popullit të tij, sepse ishte më përpara dhe ishte përjetshëm, por në malin Sinai ishte dita e Pentakostit që u dha në urdhrimet u bë beslidhja me popullin e tij. Kur kemi ardhin e fuqisë së frymës së shenjtë prapë në ditën e festën e atit që apostujt mbanin sipas kalendarit biblik. Kemi Pashkën që Mesia mbajti, tha shkotha, është qingji për të therrur, tha në Luka 22, tha, shkoni bëni gati Pashkën, dhe ata vajten dhe hengrën qingjin në praninë e atit, nuk ishte për faljen e mëkateve, vëlla motër. Festat e atit nuk janë për faljen e mëkateve, janë festat e tija që gëzojmë për para atit. Në festat e tija njerëzit çonin në këtë rast, çonin ofertën për para atit.
dhe prifti masandaj merrte atë mish dhe gatuante dhe hante në prani të atit. E ngrena është traditë dhe neve kemi në Shqipëri apo përtej. Kur vjen një mik dhe shtron tryezën dhe do të miqësosh me te, apo jo, është një të gjë në festat të atit, që kur në këtë rast një pashka e vërtet të qingji, zvënso ka sakrificën e përjeqme të Mesias Jashuas, të kryepriftit ton të përsosur. Nuk e zvënson as një gjë tjetër, kur pali flet për shëmbëltyrën, që ai ishte qingji, nuk e hapi gojën, nuk ishte pa të meta, pa njolla, flet për sjelljen e Mesias. Mos ndoshta Mesia është qingj, kur fliten për shëmbëltyra dhe nga apostulli në këtë rast në zbulesa apo në vende të tjera. Flet nga shëmbëltyra për të thënë nga ana figurative. Po jo se realisht Mesia është qingj fizikisht. Kurse këto gjëra një drejtues nuk i ka kuptuar, i kanë bashkuar, masandaj sepse futen filozofitë që kanë mësuar në shkollat, ndër gjenerata, tradita njerëzish, të futura me çdo lloj tjetër që nuk hati pas mëshirë. Shumë herë këshilloj vëllezër që janë dhe të rinj, i them vëlla, duhet të shikojmë prioritet çfarë thot shkrimi. Jo sepse një vëlla, një motër ka dëshirë të flasi, apo do shkoj të bëj këtë vite dhe pastaj do vete. Marku 3:13 flet që kur Mesia i thiri të 12 apostujt, ata shkuan në atë malin që ishte vendosur atje. Dhe shkuan që të rrinin me te. Pali ndenti me te 3 vjet. Po çfarë praktikonte Pali? Çfarë mësovi? Mësoi mbretërinë si hymë në atë beslidhjen të re, vëlla motër, në beslidhjen e re që pam pak më përpara, me anë të pendimit nga shkelet e ligjit që në këtë rast përbëjnë mëkatin dhe besimin tek Jashua, tek Mesia. Hyrja në beslidhje e re që ishte vendosur për ta dhe masandaj u bë edhe për ne, sepse ati shtrivi mëshirën dhe për kombet. Përse nuk e shikojmë Efezianët 2, 11 deri në 17 vargjet, Romakëve 11, 10, Romakëve 3, 30, 31, kemi Romakëve 1, 16, përcaktojnë të qenit 1, ata që janë në beslidhje tani me atë ishin, sepse për shkak të beslidhjes që ati beri që është e përjetshme, në malin Sinai me popullin e Izraelit, që janë 2 fise, 2 shtëpit janë këtuja, janë të ndara 2 mbretëritë që ati ndavi në kohët e Jeremias, masandaj që shkuan në kaptivitet sepse nuk mbajtën sabatin e tokës. Për ju vëllezër që jeni në fshat, ka një sabat toke, ka një pushim toka që arrin në vitin e 7. Ti, kur fillon të zbatosh urdhrimet e atit, për ty fillon masandaj ajo llogaritja që tani unë fillova ti jam në urdhrimet e atit. Okej, për 6 vjet toka do punoje. Në vitin e 7, si toka, si drurët dhe do pushojnë në atë ditë. Në atë vit. Dhe ju lihet që të varfërit, të vejat apo populli fshatit ku je vlla, ha prej asaj tokës që do nxjerri realisht, apo frutat apo pejmat çfarë do nxjerrin. Dhe kështu thot ati, unë masandaj do lëshoj, thot, aq bekime, thot, kur ti të ecësh në urdhrime të tilla, thot, që hambarët tënde nuk do t'i mbajnë, ajo kasollat tënde vlla e motër nuk do t'i mbajnë, thot. Dhe bilesat do kesh aq shumë, thot, që nuk do t'i mbajë. Po këto gjëra, drejtuesit tënd nuk t'i kanë thënë, nuk më kishin thënë mua për vite, kokën e kam zjarr tani, sepse fryma po më mbush. Nuk e di, ndej pranin e ti, barku po më ndjek. Lutem atë të takojmë një ditë dhe të bisedojmë në shkrimin, ta vendosim shkrimin përpara, vlla motër. Janë gjëra që na kanë lënë më njanë dhe Satani ka marrë avantazh nga jetët tona. Sepse dikush na ka mësuar gabimisht. Ati thotë të mbajmë sabatin, është dita e veçuar, beslidhja e përjetshme, shenjë për popullin e tij. Jo, erdhe më vonë ditën e parë të diellit. Po ç'lidhje kemi ne me të dielën? Që filloi në 300-ën, 400-ën të praktikoheshe nga katolik ortodoksë dhe vendosën masandaj ligjet e tyre, dekretet e tyre me perandorin romak të asaj kohe që ishte shteti asaj kohe, bashkua me dhe masandaj nxorën
dhe hoqën pashkën nga dita e 14 e muajt biblik të parë, e vendosën të dielën. Kush ka thënë? Ke përkthime të shkrimit akoma dita e parë e javës, dita e parë. Ç'lidhja? Ato është sabati i parë atje. Fjala sabaton nuk ka ndryshuar, përkthyer 68 herë për apostull dhe Mesian. Mësaj më 3-4 raste në bëhe vetëm javë. Si ndryshoi kjo? Njeriu shton fjalën ditë atje, shko shikoj në Gjonin 28 apo në para e Korintasve 16:2, veprat 27, e shtuar fjala ditë, e sabati i parë, që apostujt kishin lavdjemër të tia, kishin stil jetese që Mesia la. Thotë, biles në profesinë e Mateu 24, çfarë thotë? Kujt e thotë? Këtyre e thotë, 12 fiset të Izraelit e thotë. Kur të shikoni thotë që sakrifica në Izrael në atë ditën thotë para shtrëngimit të madh do hiqet oja e mëngjesit, oja e darkës, se 2 sakrifica janë, që tani po bëjnë përgatitje ata që nuk kanë besuar tek Mesia, është një çështje tjetër. Ne nuk kemi pjesë me farisinjtë, nuk kemi pjesë me gjëra të tilla. Kur të ndalojë sakrificën tha, ju tha që jeni jude thotë, ikni thotë në përmale thotë. Dhe lutem thotë që ikja juaj të mos jetë në ditën e dimrit apo në sabatin. Mesia përmendi sabatin, e praktikoi, e mbrojti ndaj mësimeve të gabuara, nga gjëra të shtuara, nga traditat e njerëzve që kishin vetëm praktika pagane me merrenje të tilla që kishin lënë me një urdhrimet e Atit. Dhe na i dhanë masandaj edhe ty dhe mua më vonë. Dhe ne ishin hyrën pjesë e çdo denominacioni ndari që shikon sot. Ne nuk kemi pjesë me ndarit e njeriut. Kemi të bëjmë me shkrimin, prioritetin vëllamotë që Ati ka dhënë, që ka folur, dhe ka folur me gojën e tij dhe është e përjetshme. Si mund të ndryshojë njeriu në diçka të përjetshme? Mban përgjegjësi në këtë rast masandaj me jetën e tij në atë liçen e zjarrit. Kur vazhdon të mbajë gjëra të tilla dhe Ati vjen me njohurinë vëllamotë, nuk na le pa dëshmi në jetën tona. Gjatë kohës tonë, të viteve të jetës tonë, na jep dëshmitë, na i sjell njerëz për rreth për na sjellën në të vërtetën e tij. Por ne, çfarë do bëjmë? Si reagojmë neve vëllamotë? Si reagojmë neve? Kjo është përgjigja. E pranojmë zemërbuti? Zemërbuti, masandaj shikojmë prapë në Psalmi 37, i drejti që do të trashëgojë tokën. Dhe goja e tij, goja e të drejtit, që ecën në këtë rast me ligjin e Atit, Romakëve 2:13, shko shikoje, apo Numrat 15, Proverbat 15, Fjalët e urta 15, Fjalët e urta 28, ka plot shkrime. Mos është urtësi të shkelim ligjin e Atit vëllamotë, që përben mëkatin e shkelja e ligjit e para Gjonin 3:4. Mos është një predikim vëllamotë i mirë për drejtsinë e Atit, duke i thënë masandaj që ligji është hequr, ty nuk të duhet me, tani më lejo të them unë disa gjëra të mia që unë mund t'i rumbullakos, t'i gatuaj pak dhe masandaj, okay, shko në shtëpi dhe çdo gjë do jetë mirë, ndërkohë ai besimtar buan akoma. Sepse nuk është treguar rruga e drejtë, urdhrimet e Atit që ai të praktikojë në jetën e tij, në familjen e tij, t'ia mësoj fëmijëve, siç na thot Ati, urdhrimet e tij të përsosura që bëjnë të urtë njeriu e thjeshtë, sepse nga goja e tij del urtësi, dhe ai person masandaj do t'i predikojë dhe do flasi për drejtsinë e Atit, për karakterin e tij që na thon Efesianët 5:1, që të jemi imitues të Atit si bijtë të dashur, kemi hyrë në beslidhje. Sepse të njëjtën gjë na tha Pali në para Korintasve 11, që ai po ndiqte Mesian, po imitonte Mesian apo jo, Krishtin. Krishti Mesia çfarë? Kë po imitonte? Atin e vet. Rrugët e tij, urdhrimet e tij që na dha dhe neve. Predikoj sepse ishte kryeprifti i përsosur që kishte detyrë, si çdo kryeprift apo profetët kanë për detyrë të mësojnë në vëllamotë ligjin e përsosur të Atit, kushtetutën, urdhrimet e tij me pak fjalë. Që janë të përsosura, ato urdhrime që ne shikon që në Zanafilla, shikon në Eksodi, shikon në ligji për të rirë, shikon në Numrat, i shikon lavdjatit për te shkrimit, në fjalët e urta, në profetët, në psalmet. Dhe i shikojmë asandaj në beslidhjen e re,
Gjoni flete, para Gjonit 53, zbulesa 14, 12, zbulesa 22, 14, që do na bëjnë, do na japin akses ati duke mbajtur urdhrimet e tia për të hyrë në portat e qytetit. Në Jeruzalemin e ri që po zbret, që në atë brenda në atë Jeruzalemin e ri, është banesa e përjetshme. Që ne të vishemi në atë ditë, me trupin ynor dhe të hymë brenda në banesën e përjetshme. Ndoshta këtu të kemi banesën e përjetshme, që të kemi trupin ynor, po, lavdiatit mund t'jedhe në atë kontekst. Por banesat e përjetshme, po, do jene në qytetin e ri. Dhe nuk e ndryshon masandaj njeri, sepse në atë ditë nuk do më katosh me vëlla motër. Në qoftë se ati ka vendosur dhe ti po ecën në urdhrimet në festat biblike, nënt festat e tia, te Levitiku 23, po ha pastër sepse je tempulli i frymës së shenjtë, së shpejti do bëj mësimin e shkurtër të ngrenjes pastër, megjithëse kam bën para një viti, por do ta bëj të përmbledhur me të gjitha vargjet që sot neve i marrim dhe i hedhim tutje rrugët e atit, hedhim tutje drejtsinë e tia, vëlla motër. Për ju që jeni në shërbesë, kam folur shumë për jush. Duam të ndërtojmë muret e mira, duam që të shikojmë shkrimin të avem prioritet, por disa gjëra të mira do bëhen, lavdiatit po do bëhen, disa lëmosha apo veprat në këtë rast ndaj njerëzve do bëhen, por para veprave të atit, para urdhrimeve, jemi ngulmues të veprës së ligjit të përsosur, ato gjërat e tjera nuk kanë rëndësi. Masandaj, bëjmë siç bëjmë fetë e tjera, bëjmë vepra të mira, por rrugët e atit. Thot vetë që, po, unë kam besimin, thot, ke besimin. Dhe demonët besojnë dhe dridhen, po i zbatojnë urdhrimet e atit. Ndaj janë ato vargje që na sillin përgjegjësinë tonë, në zemrat tona. Dhe shikoj vargun 31, çfarë thotë? Është i nënvizuar përpara teje. Për të marrë banesën e përjetshme që shikon të nënvizuar lart në vargun 27 të psalmit, shikoj çfarë është në zemrën e atij besimtari, është ligji i atit thotë, dhe hapat e atij besimtari nuk lëkunden. Këto vargje neve nuk i kemi parë, mund të qëndrojmë në psalmin 37 për orë. Prandaj nuk isha përgatitur asnjë gjë sot tash që fryma do më drejtojë. Çfarë duhet të marrë një vëlla një motër? Për të patur banesën e përjetshme, çfarë do të bëjë ai person? Duhet ta ketë ligjin e tij, urdhrimet e tij, ato 5 librat e parë kryesisht që neve i refuzojmë sot sepse kanë ardhur teologji të ndryshme gjatë viteve. Lutem atit. Më lejo ta përmbledhim shpërblimin e beslidhjes së re. Më lejo ta përmbledhim shpërblimin e beslidhjes së re, që tani jemi në Mesian. Kjo është beslidhja që do vendos me shtëpinë e Izraelit, vargu këtuja, mbas atyre ditëve, thotë Jahwe. Shpërblimi përfundimtar, çfarë do ndodhi vëlla motër? Ai do shtjell ligjin e tij në mendjet tona, në zemrat tona, dhe do të jem, thotë Jahwe, tyre, dhe ata do të jenë populli im përgjithmonë. Kjo e nënvizuara është shpërblimi trupi ynor, që në atë ditë ne nuk do më katojmë më. Nuk ka më mish vërdall, mendja mishore është hequr nga fuqia e frymës së shenjtë, na ka dhënë shpërblimin e beslidhjes së re, ringjalljen. Do ndodhi e nënvizuara që shikon ti, vargu 33, në atë ditë. Nuk ka ndodhur akoma, sepse sot shumë prej vëllezërve motrave nuk po ecin në këtë ligjin, po të ishte në këtë rast në zemrën e tyre. Por nuk është, sepse në këtë rast është mishi vërdall, dhe për ta shtenë neve tani në këtë kohë ligjin e tij në mendjet tona, në zemrat tona, çfarë do të bëjmë vëlla motër? Duhet të lexojmë. Ti po dëgjon, po, dhe po e shikon, po e mbjell, lavdijemi të tia se po flasim për ligjin, për rrugët e atit që janë të përsosura, për sjelljen e tij, që ta imitojmë atin tonë, sepse i biri imitoi, në të njëjtën gjë, po imitojmë dhe Mesian, lavdia atit, sepse ai bëri çfarë ati i tha, bëri urdhrimet e tij, i mësoi ligjin e përsosur në Izrael, sepse ishin larguar nga ligji i përsosur dhe kishin drejtues që nuk po donin t'ia dinin,
për urdhrimet, për ligjin e Atit, për festat biblike dhe çdo aspekt tjetër. Prandaj thot Mesia, thot, ju mbani disa gjëra, thot. Okej, po bëni disa gjëra, thot, por keni lënë me njërën, thot, sinë, mëshirën, thot, dhe gjërat si këto të nevojshme, thot. Ishin lënë me njërën që ishin primare. Jeta e njeriut është primare në ligjin e Pesosur, është ajo, thot. Kam thënë gjithmonë, është një shëmbulltyr që Mesia beri, thotë, sepse unë shkrova një personë sabat aty, për ju që nga punët, tha, hipokrit, tha, ju keni lënë urdhrimet të Atit me njënë, thot, për traditat tuaj, por ku shkon kafshë dhe bie në grë, tha, çfarë bëni ju? Nuk vini, bëni punë për ta shpëtuar atë kafshën e triqni me litara, po jo nuk është që nga punë, sepse ajo kafsha ju duhet për të punuar. Dhe ju po e përcaktoni mësandaj në atë moment atë kafshën si të vlefshme jetën e saj apo të tij. Atëre jeta e njeriut nuk pas ka prioritet përpara kafshës. Po ishin gjëra që kishin njollosur urdhrimet e Atit, larja e duarve, mësandaj apo më katojnë, dhe Mesia tha, vjen, thot, është stomaku që pastron atë bukën me duar të palara, thot, acidi stomakut e shpërblen dhe del jashtë, tha. Por ajo buka me duar të palara nuk hyn në zemër, tha. Shkon në stomak, tha, ka rrugën e vet, tha, nuk shkon në zemër. Kurse rrugët e Atit që duhet të hynin në zemrën tuaj, po e thoshte farisejve, nuk kanë hyrë akoma, nuk i keni pranuar që ju të ecni në to, dhe të gëzoni masandaj Atin, dhe masandaj populli në këtë rast do gëzoj nga mirësia që masandaj do marri prej jush, dhe do shikoj një shembull prej jush, po e thoshte farisejve. E kupton vëlla motër, ky varg është i lidhur me Ezekilin 36. Do ta shtije masandaj, do t'i jap frymën time në atë ditë, thot. Është ringjallja kur vjen fuqia e frymës së shenjtë. Dhe thot masandaj në Ezekili 36 që thotë, ja ta shikojmë vargun së bashku, thot masandaj që do t'ju bëj, thot që të ecni në rrugët në statutet e mia, vëlla motër. Nuk ka ndodhur, vëllezër dhe motra, ndoshta po ecin në praktikë të zbatojnë dekretet e tija. Vargu 26, vëlla motër, në Ezekili 36, është e njëjta situatë, është problemi i beslidhjes së re, është ringjallja. Është ringjallja, ja ku e shikon ekran. Në atë ditë do na japë një zemër të re. Mos ndoshta neve kemi një zemër të re tani. Po praktikon, respekton në praktikë, vëlla motër, urdhrimet, festat e tija, dekretet e tija sot e kësaj dite. Se që shikon të nënvizuar? Jo, jo të tërë, kam miliona, po, lavdiatit. Por, kemi akoma, po presim, po lutemi për vëllezër e motra që të fillojnë të ecin në rrugë të Atit. Dhe se kam besuar. Besimin, një ashtu quajtur i një degje të besimit, e mund të mbaj për vite me radhë, por puna është çfarë ka bërë, çfarë ka ecur, ka patur ministrinë e tija për vite, ka bën mbledhjet apo në stadiume, apo në përkisha me mira, por çfarë ka praktikuar, sepse ai ka thënë që ka besuar, apo jo. Do t'ju jap një zemër të re, do të shtijë një frymë të re. Vëlla motër, në atë ditë do na heqi mishin, zemrën prej guri. Në anë të ringjalljes, sot a kemi zemrat e ngurta të pastorëve, të besimtarëve, që nuk duan të adinë që të ecin në statutet, në dekretet e Atit. Në atë ditë thot do t'ju bej, vëzhgoje, do t'ju bej. Unë do t'a bej këtë gjë, thoshte Ati. Me anë të fuqisë së frymës së shenjtë kur na ringjalli masandaj nuk ka më mish, do t'i praktikojmë festat që janë të përjetshme, në Levitiku 23 janë të përjetshme. Do hamë masandaj për kënaqësi, jo për nevojën e trupit që kemi tani. Në atë ditë do hamë nga pema jetës për ata që kanë ecur në urdhrimet e tija. Prandaj ke Zbulesën 22, vëlla motër, që unë gjithmonë e them. Është libri, është mbaron Bibla. Ajo është tërësia e njeriu të predikuesi 12.
që ne të zbatojmë urdhrimet të Atit, që do vej në gjykim kush? Do vej në gjykim Ati në atë ditë, çdo gjë të mira apo të keqja, çdo gjë të fshehur. Dhe si e bën? Po bisedonja dhe me motrat. E bën me anë të birit të tij, dhe si thot? Dhe u solla, zbulesa 1:12, dhe u solla të shoh zërin që foli me mua, dhe u solla pashësh ta... Leta hedhim këtë, leta hedhim. Okej. Leta hedhim. Të shkrim në ekran, fofas. Ja si me këdo ta bëj. Gjykimin e çdo ecjes tonë, të veprave, të urdhrimeve të Atit kemi praktikuar apo jo? Kemi praktikuar apo jo? Okej. Kemi Mesian Jashuan. Vizionin që apostulli Johanan gjonin, në këtë rast Johanan është emri i tij vërtet, në zbulesa 1:12 deri në 14. Okej. Dhe u solla, thotë apostulli, të shoh zërin që foli me mua. Dhe si u solla, thot, pas 7 shandanët ari. Shandanë, motër e vlla, është kjo stema, kjo është. Do shikohet në ekran, po, ndoshta. Është shenja e kishës së vërtetë. Kryqi është shenja poshtërimit, është shenja pagane që kanë marrë që nga Egjipti, masandaj e praktikuan në atë kohë, dhe romakët që masandaj e kishin të tyre që kryqizonin njerëzit. Ishte në fakt ishte një formë tejes, ajo kishte lidhje masandaj me Tenë, Tamuzi, që ishte biri i Nimrodit, që adhuroheshe në Egjipt, në Mesopotaminë, në Irakun e sotëm, në Babiloninë, dhe masandaj romakët, perandoria romake e mori. Nuk ishte në Izrael një shenjë të tillë. E kishin romakët që ishin paganë, që e kryqizuan. Ti e unë nuk kemi pjesë me atë shenjë të vdekje të poshtërimit. Në atë shenjë të njëjtin gjë ishte hynia masandaj, që kryqizonin njerëzit në udhëkryqe dhe bënin sakrifica njerëzish. E kanë folur dhe më përpara, dhe mund ta shikoj. Ja e hedhim, sepse këto gjëra duhen folur her pas here, duhen folur. Ja të shikosh dhe vetë. Shenja. Ishte hynia që praktikoheshe në atë ditë. Perandoria romake e adhuronte. Apollo, që kene zbulesa 9. Lutem Atit. Hermes qushe, që ishte një nga zotrat e Zeusit. Zeus. Prandaj emri i birit të tij nuk është Jezus, pa është Jashua, sepse i futën grekët. Ja ku e ke. Të njëjtën shenjë ke personat me dy gjarprinj që mbështillen. Ja ku ka Hermesi shenjën e tij. Dhe adhuroheshe, është fryma e vdekjes, vëllai. Është demoni i vdekjes. Njerëzit që kryqizoheshin në udhëkryqe, dhe kjo statuja këtu i ke akoma sot e kësaj dite janë akoma në Greqi. Meshin sakrifica për Hermesin, dhe morën katolikët, masandaj ortodoksët, dhe ta dhanë ty dhe mua. Në qoftë se e ke në shtëpi, në qoftë se e ke në makinë, hidhe tutje. Besimi, dashuria e vërtetë, ecja jonë ndodhet në zemrën tënde. Nuk ndodhet me anë të shenjave që të kanë dhënë, me anë të berjes të tyre apo gjëra të tilla. Lutem Atit ta kuptosh. Shandani, lavdimet të tija ka të bëjë me 7 frymrat të Atit, në Isaia 11, që ti dhe unë kemi nevojë. Lavdimet të tija janë koncepte të thjeshta, bazë që po flasim, vëllai. Beslidhjen ku kemi hyrë me 12 fiset e Izraelit, ata çfarë ju dha? Ju dha ligji atyre romakëve 9, të thotë, premtimet, beslidhjet. Do t'i shikojmë më vonë beslidhjet, kam bërë një foto shumë të bukur, se tani është ekrani i madh këtu, ja, që mund ta shikosh në të tëra beslidhjet. Ai, lavdimi tento atë jep vajin her pas here. Mbushesh, vëllai, lutem ti të mbushesh me fjalën dhe me frymën. Lavdimi tento atë. Sa kemi nevojë. Ku ishim?